Po ne me marrën informatës nga Instituti Hidrometeorologjik për që qyteti, po edhe gjithë Kosova do të goditet nga një ciklon i motit të ligë, i cili ka goditur edhe pjesë tjera të Evropës. Ne vetëm që 2 ditë kemi filluar përgatitjet dhe tani gjendemi në qendrën operative emergjente të kryeqytetit, ku kemi aktivizuar dhe shtabin emergjent dhe jemi në përgatitje dhe në pritje të çdo situatë që mund të godet kryeqytetin. Deri me tani prej orëve të herët mëngjesit gjitha ekipet janë në terren. Kemi raste, nuk është se kemi raste, kemi raste dhe sipas informatave që i kemi marrë sot në mëngjes nga instituti, rreshtet pritet që të vazhdojnë edhe deri në orët deri mbas mesnatës. Si pasojë kësaj, edhe si pasojë të them shmangjes çdo rreziku edhe shmangjes trafiku që kemi të rënduar posaçërisht gjatë kësaj kohe, kemi vendosur që procesin mësimor në orët e paraditës standard frame më herët, ndërsa në bazë të mos të mbahet mësimi dhe të bëhet një vlerësim i përgjithshëm situatës në ditëve në vijim. Në varë, domethënë, nëse është situata e rënduar, do dalim me njoftim me kohë dhe do tregojmë se a do të mbahet nesër mësimi apo jo, po për momentin mësimi sot nuk do të mbahet për shkak që të anashkalojmë dhe ti kem situatën në kontroll. Po, rastet janë shumica rasteve në rastet përmbytjeve, përmbytjeve në rrugët kryesore, disa që janë në kompetencat e kryeqytetit, disa nuk janë. Ekipet për pastrimin e posetave dje kanë bërë pastrimin, po janë prapë sot janë në vendin e ngjarjes, për momentin jemi duke intervenuar tek stacioni i autobusëve, ku është një pikë, çdo herë që kemi problematik, jemi duke në disa pika në Arbëri dhe po ashtu jemi duke intervenuar për parandalim të një situate të tillë te kolektori në Hemshir. Do të thonë jemi duke parandalu që mos të vi deri te përmbytja. Kemi raste edhe në shtëpi në disa banesa individuale, por për momentin situata është nën kontroll. Thash edhe një herë kemi aktivizuar shtabin emergjent dhe këtu jemi duke menaxhuar dhe duke monitoruar situatën.